هي جنة طاب وطاب نعيمها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër të nderuar musliman, vazhdojmë me ligjëratat tona. Tash kena mri në tregimin e Isras dhe Mi'rajit. Israja dhe Mi'raji janë dy udhëtimet e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, që Isra do me thonë udhëtimi prej Mekke në Bejtul Maqdis, në Jerusalemin e sotshëm, dhe Mi'raj do me thonë ngritja prej Bejtul Maqdis deri në qiell përpjet. Mas pari, pse ka ardhur puna deri te udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit? Udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit ka ardhur si rezultat i një lodhje në mundit madh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe Allahu azza wa jall pejgamberit Muhammedit alayhi salam ka desh me ia shpërbly dhe ka desh me ia kthy me të mirë atë lodhjen që e ka bën gjatë thirrjes në Islam 10 vite e më shumë, dhe mundimet që i ka përjetuar gjatë kësaj, ka desh me ia dhënë një dhuratë që e ka ngrit në 7 kat qiell. Mas pari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është shtu atij edhe muslimanëve në Mekke shumë zullumi, shumë e padrejta prej Kurejshve, banorëve të Mekkes. Derisa ka ardhur puna që ato janë mbledh krejt fiset e Mekkes, që fisin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Beni Hashim, edhe Beni Abdul Muttalib, Beni Menaf, që t'i bojnë një embargo që fisit pejgamberit alayhi salam edhe muslimanëve që janë konë me to, as mos ja japin vajzat për martesë, as mos ja marrin vajzat për martesë, dhe gjithashtu as mos ju shesin, as mos ju blejnë prej tyre, as mos më ju dhonë me hangër, as me pi, as kur gjë. Do të thonë një embargo komplet, embargo ekonomike, morale, shpirtërore, thuj çka ti thush, thonë embargo komplet. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë gjendje ka qëndru 3 vjet me muslimant edhe me jo muslimant prej familjes tij vetëm. Dhe këto mushrikat e Mekkes e kanë shkruajt këtë marrëveshje që e kanë marrë me veti me një letër dhe e kanë varë në murin e Ka'bes. Mirë po ka desh Allah azza wa jall që brenda 3 viteve ato mizat dhe disa prej mizave e kanë hangër këtë shkrimin që e kanë shkruajt ato të padrejtë ndaj muslimanëve dhe familjes pejgamberit alayhis salam. Dhe mas 3 viteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që i kanë hangër, në me thonë ka herë edhe lëkurat e kur s'kanë gjetë tjetër se me hangër, kanë marrë e kanë zi lëkurën e ndonjë kofshës, në deves apo në lopës, edhe kanë hangër, kanë marrë pjatat e mushrikave dhe i kanë fshinj për rreth nëse ka me diçka për me hangër, vetëm me ngo barkin, sa që kanë hangër edhe gjethe prej uris. Dhe pas 3 viteve embargo dhe mundim, muslimant Allah azza wa jall ja pru lehtësimin dhe atë shkrimin e asaj letrës e kanë hangër krejt ato mizat që i ka qu Allah azza wa jall, dhe pastaj ka desh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ju ka thonë se Allahu e ka qu një mizë dhe mo nuk shkruan ati kur gjë. Kur kanë shku e kanë po atë letrën, me vërtet ati nuk ka met kur gjë, vetëm se emri Allahut azza wa jall që ka shkruajt bismika Allahume, me emrin tot o Zot. Vetëm se emri Allahut azza wa jall ka mbet aty në atë letrën, tjerat sende përfundi që janë konë të gjitha me pa drejt janë fshi. Dhe pas kësaj janë lirue familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanë të cilët kanë qenë me to, janë liru dhe kanë nisë me boshit bilerje, kanë nisë me u gjallnu, kanë nisë, do me thonë, me hec ma shumë, edhe mirë po ndërkohë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndodhur disa musibete, disa fatkeqësi të mëdha. Mas pari ka vdek migja i tij Ebu Talibi, i cili o kon krohu i djathtë i pejgamberit Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, e ka mbrojt prej zullumit mushrikave, e ka mbrojt që mos e vrasin, e ka mbrojt që
mos e burgosin, e ka mbrojt prej çdo padrejtit të cilën kanë mund me ja bë mushrikat e Mekës. Dhe njëjtën kohë çat vit i ka vdek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gruaja e tij Hatija radiallahu anha, e cila o kanë besimtarja e parë mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila i kanë ndejt çdo herë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka dhënë forcë, e ka mbështet moralisht edhe me krejt mbështetje që mundet me ia dhënë një gruaje e ndershme burrit vet, dhe i ka dhënë fjalë të mira dhe i ka thënë se ti je njëri i ndershëm, ti e ndihmon fukaran, ti e ndihmon misafirin, e nderon misafirin, i ndihmon udhëtarët e kështu me radhë, ka thonë ti Allahu nuk të hub. Dhe atë vit që i ka vdek mingja i vet edhe gruaja vet, është quajt viti i mbërzisë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë i mërzitshëm dhe shumë i pikëlluar atë vit. Edhe në Mekë veç ju ka ngushtuar Mekja dhe ka desh me dal jashtë Mekës pasi që 10 vite e ka provuar në çdo mënyrë që me thirr njerëzit në Islam, ka thonë dal jashtë Mekës të thirrë njerëzit tjerë në Islam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë udhëtimin dhe ka shkuar në Taif. Taifi është qyteti ndoshta më i afër Mekës, në të cilin ka shkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam spari herë që me bëhe thirrje në Islam. Atje i ka thirr njerëzit, i ka thirr kokat e njerëzve, do me thonë ato prisat e atij vendit, mirë po ato nuk e kanë pranuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bile i kanë urdhënuar robët e tyre edhe fëmijët e tyre që të marrin gurze dhe ta gurzojnë dhe ta ndjekin prej atij Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ta largojnë prej atij pejgamberin alayhis salam. Dhe ato ashtu kanë bë, kanë gurzuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam derisa gjaki prej te koka i ka rrjedh nëpër trup pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, derisa e kanë përgjak pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi duke ik prej banorëve të Taifit, ka shku dhe ka hi në bofçen e disa personave duke u fqef prej, domethënë, mundit apo prej zullumit që ja kanë bërë ato njerëzi. Dhe kur ka hi në atë bofçen, banorët e asaj bofçe, atij vendit, kanë larguar ato njerëz, kanë thonë largonu prej këtu, e kanë vetë çka puna e tij, dhe pastaj e kanë urdhëruar robin e tyre që t'i çon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pak rrush, dhe robi i tyre i cili o kon krishter me fe, ka marrë një pjatë, e ka mbush me rrush dhe ja ka dërgu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të hanë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka marrë me hangër rrush, ka bë bismillah dhe ka hangër pak rrush. Ky robi ka thonë këtë fjalë në këto vise nuk e thot askush. Ka thonë kush je ti? Ka thonë unë jam Muhamedi i dërguar i Zotit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij personit, po ti kush je? Ka thonë unë jam krishter prej Nejnevas, domethënë prej Irakut. Ka thonë ti je prej atij fshatit i cili ka qenë edhe Yunus ibn Metta prej atij fshatit? Ka thonë prej nga e njefti Yunus ibn Mettën. Ka thonë Yunus ibn Metta është vëllau im, se ka thonë ai ka qenë pejgamber edhe unë jam pejgamber. E atëherës u ka ngrit ki robi i cili ka pas emrin Adas, edhe ka përqafu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e ka puth në kokë, ja ka puth duart edhe ja ka puth këmbët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe e ka pranuar Islamin. Ka thonë mëson çka është Islami, edhe e ka thonë shahadetin dhe ka pranuar Islamin. Domethënë pas një vështirësie që e ka përjetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Taif, Allah azza wa jall desh që një person të shpëton prej zjarmit të xhehenemit dhe ta pranon Islamin dhe të hynë në Islam. Pastaj gjatë duke qëndruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë vend, i vin Xhibraili dhe Mikaili dhe i thojnë oj dërguari i Allahut, me neve është edhe meleku i kodrave Adon që Allahu ta përmbysë qytetin e Taifit dhe ti mbytje këto njerëz. Pejgamberi ka thonë jo, sepse shpresoj që në të ardhmen pasardhësit e këtyre të besojnë në Allahun azza wa jall, dhe ka desh Allahu që sot e kësaj dite në Taif nuk adhurohet kush përveç Allahut azza wa jall. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që është larguar prej Taifit udhës për shkuar në Mekë, u ndal aty edhe ka nis të falet namaz dhe thuhet që në këtë moment janë afruar disa prej xhinëve dhe e kanë dëgjuar leximin e Kuranit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ju ka pëlqyer shumë. Edhe kanë thonë kjo fjalë nuk mundet me kon fjalë rëndom, fjalë thjesht, kanë thonë kjo është fjala e Allahut azza wa jall, edhe e kanë pranuar Islamin, edhe kanë shkuar te populli i tyre edhe i kanë thirrë në Islam, edhe
Do me thonë, nëse se kanë pranuar një pjesë e njerëzve islamin, Allahu ka plot rob të tij të cilët e pranojnë islamin dhe e besojnë Allahun azza wa jall. Dhe pastaj vjen vëllezër të nderuar, udhëtimi i Isras dhe Mirajit vjen si shpërblim ndaj pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili pas gjitha atyre mundimeve që i pat në Mekke, pastaj në Taif, pastaj u kthi përsëri në Mekke, Allahu azza wa jall desh që ta nderon pejgamberin Muhammedin alayhis salam me këtë udhtim në Isra dhe në Miraj. Para se me udhëtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Miraj, pasi që i pat vdek gruaja dhe i pat vdek migja, ai pa shku në natë flenje te holla e tij Hani. Dhe duke flenjt në shtëpinë e hollës të tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen Xhebraili alayhis salatu wassalam, meleku i Allahut, dhe e hap, domethënë e hap pullazin e shtëpisë, e hap kulmin e shtëpisë dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngritu dhe eja me mu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment Xhebraili alayhis salam ja hap gjoksin edhe ja lën zemrën me ujë të Zemzemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e dini vëllezër, disa herë ja kanë lë Xhebraili alayhis salatu wasalam zemrën, edhe në këtë moment para se me quhet në udhimin e Isras dhe Mirajit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka urdhëruar Xhebrailin që t'i lajë zemrën, që të shkonte Allahu me një zemër të pastër. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del që t'i hipje kafshës e cila quhet Burak, e cila akon kafsh me flatra, kafsh prej xhenetit, do me thonë e cila i përngjan kalit, por është ma e madhe se mushka, ma e vogël se kali. Dhe ka flatra dhe ajo fluturon, dhe është qaq e shpejt, ma e shpejt se drita. Dhe ajo ku i sheh me syt vet, ku e sheh fundin e një sendit, që që i ven kamët e para dvetat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hip në Burak, dhe pastaj ja ka filluar udhëtimi për në Isra. Udhëtimi i Isras, do me thonë, është udhëtimi prej Mekës në Jerusalem. Kur ka nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Jerusalem, me Xhebrailin alayhis salam, me këtë kafshën e shpejtë e cila e ka pas emrin Burak, të cilën e ka sill Xhebraili alayhis salam prej xhenetit, edhe për disa minuta shumë shpejt, do me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mri në Jerusalem. Thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thonë, kam kalu afër Musës alayhis salatu wassalam në vendin i cili quhet El Kathib El Ahmer, që sot gjendet në Jordan, në kufi me Palestinën. Thot në atë vend e kam pa Musën alayhis salam duke u fal namaz në vorrin e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ka mri në Jerusalem, e ka marr kafshën e tij, Burakun, dhe e ka lidh në atë hallkën, në atë vendin ku pejgambert përpara të cilët kanë jetuar në atë vend, në Beitul Maqdis, si për shembull Zakaria, Yahya, Isa alayhim salam, pejgamber të tjerë plot i kanë lidh kafshët e tyre në atë vend. Thotë e kam lidh Burakin në atë vend ku i lidhin pejgambert kafshët, dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka marrë Xhebraili dhe je kanë nis që të hipim në qiell. Do me thonë, në ka nis udhëtimin e Mirajit, për të cilin do të flasim në vazhdim. Inshallah lutim Allahun azza wa jall që Allahu çdo herë të na bën të dobishëm, dhe lutim Allahun azza wa jall që të marrim mësim prej këtine tregimeve të vërteta. Kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allah